Një pronë private në rrugën Mbretëresha të Ut ishte mbushur me mbeturina të shumta, madje edhe ato inerte. Ekipet e pastrimit të ndërmarrjes Qabrati sot kanë arritur të pastrojnë këtë deponi të mbeturinave. Kryeshefi ekzekutiv i ndërmarrjes Qabrati, Berar Ferizi, tha se shpesh ndodh që ndërtuesit të lënë mbetje inerte ku nuk lejohet. Pastrimi i kësaj deponisë, e cila gjendet në rrugën Mbretëresha të Ut, është pak më kompleks. Aty është pronë private. Do të shihet qartë edhe për fotove që i kemi në për terrenit, për kontrollet që i kemi në teren edhe për ekipeve të terenit, shihet që pjesa është dërmuese e mbeturinave janë inerte. Aty janë evidente që janë të ndërtesa, do të thotë edhe që ata ndërtuese që atij kompleksit i kanë hudhur ato inerte se s'vjen dikush prej dikoj tjetër mi pru. Madje Ferizi tha se ka raste kur edhe intervenimi për largimin e mbeturinave në prona të caktuara është specifik. Kështu që pjesa tjetër, cilat janë mbeturinat, cilat i përkasin mbeturinave të ambisërisë, ne i eliminojmë rregullisht, edhe aty edhe në përdorimi tjera. Mirë, po ajo pak është problematike përderisa është pronë private dhe nuk kemi drejt si kompani, domethënë mi pastru një pronë private. Pavarësisht aty nuk janë definuar pjesë të pronarëve, aqysh është meta ajo pjesë. Mirë, po na pjesën tonë e bojmë, marrim një informacion ose për ekipeve tonë të terenit, ose për televizionit juaj, do të thotë ose ku të marrim kërkesë prej drejtorisë shërbimeve publike që duhet një pastru një deponi, na më njëherë reagojmë. Kryeshefi Ferizi edhe njëherë ka apeluar qytetarët që të jenë më të kujdesshëm në ruajtjen e mjedisit, qofshin ato dhe në hapësira private apo publike.